Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në këtë edicion informativ në Report Televizion, do të dalemi fillimisht e titujt. Sali Berisha u përpoq 2 herë brenda një muaji që Departamenti i Shtetit i jepte një vizë për në Amerikë para zgjedhjeve, por nuk ja doli. Ndryshe nga sa pretendon Berisha, dokumentet që disponon në Report Televizion vërtetojnë se 2 kërkesa janë adresuar në Dash dhe u refuzuan. Postimet me efekte elektoral në rrjetet sociale detyruan KQZ-n të urdhërojë respektimin e heshtjes zgjedhore. Këtë detyrim të kodit e ka kthyer kryetari i PD-s Sali Berisha, Edi Paloka dhe Belind Këlliçi. Kandidati i PD-s Xhemal Gjungshi me 3 simpatizantë bllokuan makinën e biznesmenit Fiqiri Pali me pretendimin se po blinte vota për PS-n. Policia çon në SPA kandidatin e PD-s për vetgjyqësi dhe biznesmenin për korrupsion në zgjedhje. Lejuan asfaltin elektoral, ndalohen 2 zyrtarë në Belç, në kërkim 2 të tjerë. Rreth 80% e shqiptarëve të diasporës që u regjistruan tashmë kanë votuar. Sot erdhën edhe 8.000 vota të tjera, ndërsa priten edhe 2 dërgesa nesër. Edhe pse Greqia solli numrin më të lartë të votave, sërish priten edhe 23.000 zarfe. Në 16 dhe 17 maj Shqipëria mikpret një prej forumet më të rëndësishme ekonomike të nivelit botror, samitin e ardhmja investimeve në Europë. Takimi i cili mbledh në Tiranë drejtues vendesh, korporatash dhe kompanish të njohura të biznesit do të inaugurohet nga kryeministri Rama dhe presidenti i Francës Emmanuel Macron. Tirana sot ishte në sytë e botës ku finalizua etapa e dytë e Giro d'Italia me fitues Joshua Tarling. Një incident u shënua me një kalimtar i cili u përplas dhe rrezoi ciklistin. Nesër etapa e tretë e garës së ciklizmit zbret në Vlorë duke promovuar Bregdetin shqiptar. Papa Leoni XIV zhvilloi takimin e tij të parë me kardinalët pasi e zgjodhën në krye të Kishës Katolike. I zhvilluar me dyert të mbyllura, takimi do të pasohet nga lutja e nesërme dhe më pas një sër takimesh me përfaqësues të Kishës Katolike.